pak më ka marrë, e shumë të mira më kalon, përderisa mi kalon duart. Kam bët mi ka marrë, por duart mi kalon që po më paragjykojnë vetëm pse më shohin nga një vetë, unë nuk kam dashur heq, as dal nga shtëpia, as që është zoti pak të merr, është shumë të lënë. Edhe sprovat jam për njerë. Në quhem Ardita Bilali, një vajt me aftësi të kufizura, pra jam me spina bifida. Për ata që janë me eksi e din që do të thotë ma përmundësën ecjen, si dhe kam të deformuar shpindën dhe këmbët. Rrugtimin tim në punë dore kam filluar që kur isha e vogël, më pëlqenin gjërat e punuara dhe kam dashur që ta kem punën time që t'i tregoj të tjerëve që edhe pse Zoti më ka sprovu, unë prap ja dal. Besimi tek i Madhi Zot, padyshim që asnjëherë s'm kalon që të dorëzohesha, sepse Zoti pak më ka marrë, e shumë të mira më kalon, përderisa mi kalon duart. Kam bët mi ka marrë, por duart mi kalon që të punoj e që të mund t'ja dal atë që dua unë. Pas nga ato fjalit që më thonin po ti je me aftësi të kufizuar pse punon. Edhe unë i kam thënë që edhe pse Zoti më ka sprovu, unë kam vullnet për jetë, kam vullnet dhe për punë. Padyshim që po Zoti të merr diçka, por të lënë një diçka shumë të bukur që ti je falendëruese çdo herë për atë që ti ka marrë dhe atë që ti ka lënë. Kryesisht punoj me rruza me ndvizlueshme, sepse më pëlqejnë gjërat e vizlueshme dhe më kanë pëlqyer domethënë gjithmonë ato rruzat që kur dalin kështu në dritë dalin më të bukura. Punoj kryesisht me rruza me pej, rruza me lastik, kurora me tel, me rruza. Kam pas një kliente, nëse s'gaboj, ka qenë nga ona e Maqedonisë. Ajo më thoshte, bravo Zoti pak të pas ka marrë, po shumë të mira të pas ka lënë, sepse vullnetin për punë e paske në maksimum, edhe bravo veç vazhdo. Jashtëzakonisht më kam pëlqyer edhe janë ndonë të kënaqur mu për veti e nderuar, më shumë ndihem mirë, ndihem rahat kur më thot Zoti të rujt ose Zoti të bekoft, se sa miliona pare me më dhanë. Nuk ndoshta do t'i ngëlloj pak ashtu keq, por mua më kënaq më shumë një fjalë e mirë se sa milionat me më bja. Ndikon pak, sepse por unë këtë punë që e bëj me shumë dashuri edhe mundohem edhe kur ndjehem ashtu e lodhur, bi shahadet edhe më kthehet prapa dëshira për të punu edhe vullneti. Nuk është se i ka marrë nga zemra, se në fillim po. Të bëhem e sinqert me ty po. Në fillim i ka marrë shumë nga zemra, sepse thoja pse po më paragjykojnë. Ani pse Zoti më ka marrë diçka, por një diçka të mirë më ka lënë. Pse po më paragjykojnë vetëm pse më shohin nga pamja fizike. Edhe gjithmonë kam thënë që kur isha e vogël, thoja se kur të rritem do e bëj një punë time dhe do t'i mbosht këto paragjykime, do t'i tregoj të tjerëve që edhe pse jam e sprovume, unë e dua punën edhe e dua jetën. Kam pas edhe nga ato momente ku jam largu pak nga njerëzit, domethënë kam dashur vetëm të rri veç vetë, edhe mendimin e prindërve, mendimin e dashamirëve të mi unë kam të kalu. Një vit në erësirë. Pra të flasë për këtë pjesë, më rikthen në atë erësim ku kam qenë, por faleminderit Zotit dhe miqve, familjarëve të mi që më kanë qëndruar afër. Një vit unë nuk kam dashur heq, as dal nga shtëpia, as domethënë e vetmja gjë që më bënte që të dua prap jetën ishin ilahite
Merita Burnikut, që më bënin që ta dua prap jetën, që mos ta harroj kur të fjalën e të Madhit Zot, po ashtu dhe seancat psikologjike tek doktor Mumin Sadiku, si dhe Linda Mihillaj, që për mua kanë qenë një mbështetje jashtëzakonisht e madhe, sepse unë hiç nuk e kam dorë, domethënë dalja nga shtëpia, s'doja hiç as domethënë në atë sopë të rësirës ku isha, e doja vetëm ilahit e Meritës. Në kur qëtite. Ma shumë të ka qenë aje thonja që mua gjithmonë më motivan, që është Zoti pak të merë, është shumë të lenë, edhe sprovat janë për njerës, pa ndryshim, duhet i te kalojmë. Kanë qenë edhe fjallët e nanës që më thoshte, kur Zoti sprovon, duhet të jesh falënderuese gjithmonë. Edhe me atë sprovë që ta qënë, duhet të thuash faleminderit Zot, sepse pa një arsye Zoti nuk të sprovon. Edhe, domethënë, pak edhe i kam dëgjuar edhe hoxhallarët të ndryshëm, që më bënin që dilja nga errësira. Një shoqja ime e ngushtë, e cila më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, ta t'i kaloj këtë pjesë, ishte sepse më falte gjithmonë, që nuk bën me nejt në mbyll, nuk bën me nejt në errësirë. Okej, nga një herë, çdo njeri ka ato ngritjet dhe uljet e veta, por duhet të dalim edhe të themi faleminderit Zot. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, saqë kur qoja unë aja qonë të bashkë me mua. Pra, kur më shihnin me aftësi të kufizuara, më thonin po ti si e aftë. Ti pse punon? Edhe një ka më thonë që Zoti pak më ka marrë e shumë të mira jetën time më ka lënë. Edhe jam falënderuese çdo minutë për atë që më ka lënë, sepse përderisa më ka lënë duart, që unë të mund të punoj edhe të arrij atë që dua, atëherë unë jam shumë falënderuese. Kam pas shumë njerëz ashtu që më thonin ti s'mundesh, nuk ke shansa ti më ja dal. Pse më mundon veten tënde? Edhe unë domethënë ku më ka thënë që okej, është mendim yt, mundesh me mendu çfarë duash, po unë e di vetën time, e di forcën time të brendshme që e kam, që mundem me ja dal. Edhe tash sa vite ja kam dalë. I shfrytëzoj për ilaçet e mia, për ilaçet e poshtë edhe të prindit, të mamit, sepse ajo është pa qef. Por jam shumë falënderuese gjithë atyre që i besojnë punës time dhe që ma mundsojnë që unë t'i blej ilaçet e mia. Me ruaza kristalin ngjyra ngjyra. Ruza ngjyra ngjyra të cilat tregojnë një histori për mua. Secila ruazë që vendoset tregon një histori për mua. Ndoshta forcën time. Ruaza e zezë kishte simbolizu depresionin që kam kalu. Ruaza e bardhë kishte simbolizu falënderimin ndaj Zotit që nuk e ndoli asnjëherë. Ngjyra e pembe ndoshta vullnetin për jetë që kam. Dhe kështu me radhë. Kur urat e përdorin nuset, është veshët me ndihmë e lek, edhe këto me fustana zakonisht. Kopsja e memës është për fëmijë të vegjël, pra prej moshës ndoshta 1 muajshe deri në 6, kjo është këtë do ta kisha propozu tek njerëzit, sepse është e gumës e gjitha. Kemi dhe këtu romat, kjo është me dhonat e bebës, kurse kjo këtë është për ahin që të ndryshme, pra mundesh të rregullosh këto rama. Por këto munden me i gjetë tek këtë ramin këtë munden me gjetë te Baby Unique Designs Hub, kurse atë ramin ande mund me gjetë tek Unique Designs Hub. Kam Facebook dhe Instagram, pra si që ceka munden me më gjetë në Instagram dhe Facebook me emrat e faqeve që janë Unique Designs Hub dhe Baby Unique Designs Hub. Jo, e kam përfundu vetëm të mesme, për shkak që shteti nuk më ka mundësuar më shumë, fatkeqësisht, sepse mua më duhet një ndihmëse gjithmonë afër vetës, t'jenë falënderues Zotit që ja ka thënë, sepse
edhe ne jemi njerëz si gjithë të tjerët dhe që të qesin sa më shumë, mos t'ju vije turp që dhe pse Zoti ka sprovu t'i mbojmë mbyll, sepse ne fatkeqësisht e kemi këtë që duhet t'i mbojmë mbyll fëmijët me aftësitë e kufizuara dhe mos t'i qesim në publik, mos t'ju vije rënd, sepse dhe ne jemi njerëz të qesim sa më shumë në publik, t'i shohin dhe tjerë që jemi të aftë për të arritur atë që duam ne, edhe pse Zoti diçka na ka marrë, po jemi prapë të aftë dhe jemi prapë e duam jetën ashtu siç na vjen. Për fundin e kam një dhuratë për ty, shpresoj dhe uroj me të pëlqyer. E vogël, faleminderit shumë ti për e bukur.